Përfaqësuesja e OSBE-s, Dunja Mijatović, për lirinë e shtypit, tha se mediat shqiptare duhet përforcojnë pavarësinë e tyre. Ajo bëri thirrje autoriteteve që të mos dëmtojnë lirinë e medias dhe mjedisin profesional të saj. Zonja Mijatović i bëri komentet në një konferencë për 20 vjetorin e antarësimit të Shqipërisë në Këshillin e Evropës. Korespondenti ynë Liliana Golli njofton nga Tirana. Gjendja kritike e mediave shqiptare, mbajtja e tyre nën presione politike u diskutuan sot nga OSBE dhe Këshilli i Evropës në një konferencë mbi lirinë e shprehjes në Tiranë. Përfaqësuesja e Organizatës për Sigurimin dhe Bashkëpunimin Evropian për Lirinë e Medias, Dunja Mijatović, tha se Shqipëria ka shumë arritje me mediat e saj në 2 dekadat e fundit, por ka ende shumë punë për të bërë. But of course much more needs to be done, much more in relation to the independence of the media. Duhet bërë shumë tepër për pavarësinë e medias dhe për pavarësinë e institucioneve që lidhen me mediat. Making sure that all the laws that are adopted are the laws fostering and not restricting media freedom. Duhet sigurohemi se gjithë ligjet që miratohen do ta ndihmojnë dhe jo ta frenojnë median, tha zonja Mijatović. I also expect Albania to move quicker, faster on the road to more freedom and more healthy media freedom environment. Pres që Shqipëria të ecë më shpejt në rrugën e më shumë lirive dhe një klime më të shëndetshme për zhvillimin e medias, tha zonja Mijatović. Në këtë rrugë, Shqipëria ka mbështetje zyrën e OSBE-s dhe partnerët e tjerë ndërkombëtar për të arritur një nivel më të lartë të lirisë së shprehjes dhe të mediave të saj, tha përfaqësuesja e OSBE-s për lirinë e mediave. It is important to emphasize that the focus is and it will stay when it comes to the safety of journalists offline and online. Thelbi sipas saj është siguria e gazetarëve. Nëse njerëzit e shtypit, tha ajo, kanë diçka për të kërkuar, ata duhet ta ngrenë zërin dhe të flasin qartë, ndërsa ligjvënësit dhe autoritetet të dëgjojnë. Is something that is in a way in the hands of the government, but also the people of this and any other country to raise their voices if they do not agree with certain measures that can affect media freedom. Konferenca mbi mediat dhe lirinë e shprehjes u mbajt sot në 20 vjetorin e antarësimit të Shqipërisë në Këshillin e Evropës. Marko Leidecker, kryetari i zyrës së Këshillit të Evropës në Tiranë, tha se Evropa është e shqetësuar për mungesën e pavarësisë së gjykatave dhe të mediave në disa vende të rajonit, mes të cilave edhe Shqipëria. Mediat shqiptare pengohen mjaft në punën e tyre nga presionet politike, nga vështirësitë ekonomike dhe nga përqendrimi në duart e politikës dhe të bizneseve. Për Zërin e Amerikës, Liliana Golli, Tiranë.